Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do ndalemi në një libër të mrekullueshëm, i cili më ka ndihmuar shumë në udhëtimin tim shpirtëror dhe vendosa ta sjell për juve në versionin audio. Mendimet janë forcë dhe le të fillojmë me leximin. Mbillni një mendim dhe do të korrni një veprim. Mbillni një veprim dhe do të korrni një vesë. Mbillni një vesë dhe do të korrni një karakter. Mbillni një karakter dhe do të korrni të ardhmen. Shpejtojni yjet e mendimeve drejt qiejve të ndritshëm. Bujku hedh faren gjithandej, drithërat që përhapen janë shpirtra. Emerson. Kapitulli i parë. Mendja materiale përkundrejt mendjes shpirtërore. Në çdo qenie njerëzore gjendet uni i epërm dhe uni i poshtëm, një unë apo mendja e shpirtit, i cili është rritur dhe zhvilluar për shekuj me radhë, dhe uni i trupit, i cili është diçka e së djeshmes. Uni i epërm është plot me ide të reja, sugjerime dhe aspirata. Të gjitha këto merren nga fuqia hyjnore. Uni i epërm arsyeton mundësi dhe fuqi më të mëdha nga ata që gëzojnë dhe zotërojnë burrat dhe gratë në ditët tona. Uni i poshtëm pohon se ne mund të ekzistojmë dhe të jetojmë vetëm si kanë jetuar dhe ekzistuar burrat dhe gratë para nesh. Uni i epërm mundohet të çlirohet nga pesha e kufizimeve, dhimbjeve dhe fajësisë së trupit ton. Uni i poshtëm thot se ne kemi lindur bashkë me to, me dhimbjen e me vuajtjen, dhe do të lëngojmë si shumë të tjerë para nesh. Uni i epërm kërkon një standard të vetin për çka është e drejtë dhe e gabuar. Uni i poshtëm pretendon se duhet të pranoj standardin e vendosur nga të tjerët, nga opinione të përgjithshme, të mbajtura gjatë, besime dhe paragjykime. Të kërkojmë nga uni të jemi të vërtetë është një shprehje e dëgjuar shpesh, por nga cili unë, i epërmi apo i poshtmi? Në një kapitull, ju jeni dy mendje, mendja e trupit dhe mendja e shpirtit. Shpirti është forcë dhe mister. Gjithçka që ne dim deri tani për të është se ai ekziston dhe punon pa ndërprerje për të dhënë rezultate në objektet fizike që duken në kuptimin fizik dhe shumë të tjerë që nuk duken edhe aq. Ata që duken në çdo objekt, një pemë, një kafshë, një gur, një njeri, janë vetëm një pjesë e pemës, kafshës, gurit apo njeriut. Ekziston një forcë e cila për një farë kohe i mban këto objekte së bashku në formën që ju shihni. Ajo forcë vepron gjithnjë ndaj tyre në një shkallë të lartë apo pak më të ulët. Ajo krijon lulen në pjekurinë e saj të plotë. Ndalimi i veprimit të saj mbi lulen apo pemën shkakton atë që ne quajmë kalbje. Ajo në mënyrë konstante ndryshon pamjen e çdo lloj forme të quajtur materie e organizuar. Një kafshë, një bimë apo një qenie njerëzore nuk do të ketë këtë muaj apo këtë vit në formë fizike si do të jetë muaji tjetër apo viti tjetër. Këtë forcë të vazhdueshme dhe të ndryshueshme që qëndron pas dhe që në një kuptim krijon të gjitha format e materjes e quajmë shpirt. Të shohësh, të arsyetosh dhe të gjykosh jetën
dhe gjërat në ndritën e kësaj force përbën atë që cilësohet si mendja shpirtërore. Ndërmjet dijes, ne kemi fuqinë e mrekullueshme të përdorim ose të drejtojmë këtë formë. Kur e identifikojmë atë dhe dim se ajo ekziston për të na dhënë shëndet, lumturi dhe paqe të përjetshme të mendjes, duke qenë gjakftohet si pjesa e kësaj force, ne tërheqim vazhdimisht e më shumë rreth vetes, duke e bërë atë pjesë të qenies sonë. Dhe sa më shumë që marrim nga kjo forcë, aq më shumë rriten njohuritë tona. Së pari, në ekzistencën tonë fizike, ne lejojmë atë të punojë verbërisht. Pastaj, ne jemi në ignorancën e gjendjes së njohur si mendja materiale, por kur mendja ndërmjet rritjes apo shtimit të kësaj fuqie zgjohet, gjithnjë e më shumë pyesim pse ka kaq shumë dhimbje, hidhërim dhe zhgënim në jetën fizike, pse kemi lindur për të vuajtur dhe për të vdekur. Kjo pyetje është klithma e parë e zgjimit të mendjes shpirtërore. Dhe kësaj kërkese të sinqertë për njohuri i duhet dhënë një përgjigje me kalimin e kohës. Mendja materiale është pjesë e vetës tuaj, e cila i është përshtatur trupit dhe është stërvitur nga ai, edhe sikur t'i mësojmë një fëmijë që rrota e një varke me avull vë në lëvizje varken dhe të mos themi asgjë për avullin, i cili në fakt i jep fuqinë e vërtet, edukuar në të tillë ignorancë, fëmia që nëse rrotat nuk lëvizin, nuk do të kërkojnë më larg për shkakun e ndalimit të tyre, se sa të përpiqen të gjejnë se ku t'i riparojnë rrotat, aq sa tani shumë persona varen tërësisht nga riparimi i trupit fizik për të siguruar lëvizjen e tij të shëndetshme e të fuqishme. Nuk ju shkon mendja kurrë se mos funksionimi qëndron në fuqinë e vërtet të motivimit, mendjes. Mendja e trupit ose mendja materiale sheh, mendon dhe gjykon tërësisht nga pikpamja fizike apo materiale. Ajo sheh në trupin tuaj gjithçka që është e juaja në të. Mendja shpirtërore e sheh trupin si një instrument për mendjen ose si vërtet reale për të përdorur në trajnimin e gjërave materiale. Mendja materiale sheh në vdekjen e trupit fundin e gjithçkaje tuajen. Mendja shpirtërore e sheh vdekjen e trupit si shkëputjen e një instrumenti të vjetruar nga fryma e një shpirti. Ajo e di se ju ekzistoni si më parë, por i padukshëm ndaj syrit fizik. Mendja materiale e sheh fuqinë tuaj fizike sikur vjen tërësisht nga muskujt dhe ligamentet dhe jo nga burimi i jashtëm i trupit tuaj. Ajo sheh me një fuqi të tillë bindëse, siç mund të kemi në gjuhë ose në penë, të vetmen fuqi që ju zotëroni për të komunikuar me njerëzit për arritjet e rezultateve. Mendja shpirtërore do të kuptoj me kalimin e kohës nëse mendimet tuaja influencojnë njerëzit pro ose kundër interesave tuaja, edhe pse ato ndodhen me mijë e milje larg. Mendja materiale nuk i konsideron mendimet e saj si një real, aq të vërtet si ajri ose si uji. Mendja shpirtërore e di se çdo njëri nga mijëra mendimet e përditshme ka sekrete, janë gjëra reale që veprojnë në mendjen e personave të cilëve u janë dërguar. Mendja shpirtërore e di se lënda apo materia është vetëm shprehje e shpirtit
ose e forcës, se kjo lëndë po ndryshon gjithnjë në përputhje me frymen që e bën ose del jashtë në formë që ne e quajmë materje. Prandaj, nëse mendimi i shëndetshëm, forcës dhe rikuperimit mban vazhdimisht në mendje, ky mendim i tillë do të shprehet në trup, duke bërë që maturimi ose të përfundojë ose të rikuperohet, fuqia mos të ndalet dhe aftësia çdo shqise fizike të rritet pa ndërprerë. Mendja materiale mendon se materja, apo ajo që njihet nga shqisat tona fizike, është pjesa më e madhe e asaj që ekziston. Mendja shpirtërore e quan materjen si shprehjen më të ashpër të shpirtit dhe si pjesën më të vogël të asaj që ekziston në të vërtetë. Mendja materiale dëshpërohet nga ideja e kalbjes. Mendja shpirtërore i jep shumë pak rëndësi këtij procesi, duke e ditur se shpirti, apo ajo forcë lëvizëse në të gjitha gjërat, thjesht shkërmoqet, trupi apo pema, para se të rindërtohet përsëri në një formë të re, fizike të jetës dhe të bukurisë. Mendja e trupit mendon se shqisat fizike janë të parat, e të dëgjuarit dhe ndjeshmërisë përbëhen nga të gjitha shqisat që ju keni. Mendja e epërme, apo ajo e shpirtit, e di që ne kemi shqisat të tjera përveç atyre të parit apo dëgjuarit më të fuqishme dhe të paarritshme. Mendja e trupit është quajtur si mendja materiale, mendja vdekatare dhe mendja mishtore. Të gjitha këto i referohen së njëjtës mendje, me fjalë të tjera, asaj pjese reale e cila është edukuar keq nga trupi. Nëse do kishit lindur dhe do të ishit rritur midis njerëzve që besonin se toka është e sheshtë dhe se nuk rrotullohet rreth diellit, ju në vitet e hershme të rritjes suaj do t'i besonit ata dhe do ta besonit këtë gjë në të njëjtën mënyrë. Ju thithni mendimet dhe besimet e personave pranë jush që mendojnë se trupi është gjithçka që ata kanë dhe gjykojnë çdo gjë nga interpretimet fizike në moshën e hershme. Kjo përbën mendjen tuaj materiale, mendja materiale që sheh, atë që asaj i duket shpërbërje dhe kalbje e të gjitha racës njerëzore dhe pa dieni në faktin se vetja reale apo inteligjenca e sheh vdekjen vetëm si një zarf të grisur. Mendon se kalbja dhe vdekja është fundi i të gjithë njerëzimit. Për këtë arsye, ajo nuk mund të shmang një far trishtimi që vjen nga një gabim i tillë, i cili mbizotëron aq shumë në jetën e njeriut të sotëm. Një rezultat ose reagim nga një errësirë e tillë, lindur nga mungesa e shpresës, është një shpirt i pamundur për të marrë çdo lloj kënaqësie të mundshme, pavarësisht nga e drejta dhe drejtësia, përsa ko që trupi i tanishëm zgjat. Ky është një gabim i madh. Nga të gjitha kënaqësitë e fituara në këtë mënyrë nuk mund të zgjasin. Ajo sjell 100 fish më shumë mirim dhe zhgënim. Mendja shpirtërore na mëson se kënaqësia është qëllimi më i madh i ekzistencës, po vë në dukje mënyrën dhe mjetet për të përfituar lumturi të qëndrueshme, ndryshe nga mësimet që vijnë nga forca e mendjes materiale. Mendja shpirtërore, mendja e hapur ndaj forcave më të larta dhe më të reja të jetës, na mëson se ekziston një ligj që rregullon ushtrimin e çdo qelize dhe shqise fizike. Kur ne mësojmë dhe ndjekim këtë ligj, ne provojmë veç se lumturi dhe as pak dhimbje,
Nga mendja shpirtërore nënkuptohet një pamje më e qartë mendore e gjërave dhe forcave që ekzistojnë tek ne dhe në univers, dhe ku gara në pjesën më të madhe ka qenë në errësirë të plotë, tashmë ne kemi një pamje jo të plotë të këtyre forcave. Disa prej tyre janë relativisht më të qarta se sa të tjerat, por mjaft është treguar për të bindur se shkaqet e vërteta të sëmundjeve, brengave apo zhgënjimeve të njerëzimit nuk janë të trajtuara as pak në të kaluarën. Me fjalë të tjera, gara ka qenë siç ndodh me fëmijët kur imagjinojnë se mulligjiu i lëviz krahët e mullirit të erës, sepse dikush u ka thënë kështu. Të mësuarit në këtë mënyrë, ata mbeten në ignorancë totale ndaj faktit se era është forca lëvizëse. Ky ilustrim nuk është as pak një pamje e egzageruar e ignorancës ekzekutuese, e cila nuk e pranon idenë se mendimi është një element po aq jetësor sa vetë ajri rreth nesh. Dhe se kjo verbëri drejtuar nga individ apo masa individësh në fushën e mendjes materiale apo ignorancës i kthen krahët e mullirit të erës nganjëherë në një drejtim, nganjëherë në një drejtim tjetër. Ndonjëherë me rezultate të mira dhe ndonjëherë me rezultate të këqija. Në një mori kostumesh, nuk është trupi që zgjedh kostumin e mbrëmjes. Megjithatë, mendja materiale arsyeton më së shumti në këtë mënyrë. Ajo nuk di asgjë për një gjë të tillë si veshja për shpirtin, sepse nuk e di se trupi dhe shpirti janë dy gjëra të dallueshme. Ajo arsyeton se rrobat, trupi, janë gjithçka që ka burri apo gruaja. Kur ai burr apo ajo grua themelohet nga ligështia, ajo sheh vetëm rrobat që po perceptohen dhe të gjitha përpjekjet e saj për ta bërë këtë burr apo këtë grua më të fortë fokusohet te kostumi, në vend që të përpiqet të forcojë fuqinë me anë të së cilës është bërë kostumi. Nuk ka dy individ të ngjashëm krejtësisht. Për sa i përket gjendjes relative apo veprimit që ushtron mbi ta mendja e tyre materiale dhe shpirtërore. Në disa mendje shpirtërore ende nuk është zgjuar, te disa të tjerë ajo ka filluar të fërkojë syt, siç bën një individ gjatë zgjimit fizik, kur gjithçka ende duket e paqartë dhe pa dallueshme. Disa të tjerë janë tërësisht të zgjuar. Ata ndjejnë se në shkallë më të gjerë apo më të ngushtë ka forcë që veprojnë pavarësisht mendimeve të tyre. Kështu, lufta për zotërim mes mendjes materiale dhe asaj shpirtërore ka të ngjarë të jetë më e ashpër, dhe një luftë e tillë për ca kohë ka gjasa të shoqërohet nga shqetësimet fizike, dhimbje ose mungesë qetësie. Mendja materiale, derisa bindet për të vërtetën, do të jetë vazhdimisht në konflikt, gjithnjë e më të ashpër me mendjen shpirtërore, e cila do të shoqërohet me dhimbje dhe konfrontime fizike. Pjesa ignorante e vetdijes son nuk heq dorë kollaj nga veset e saj të zakonshëm të menduarit. Kështu, shumë në çdo rast duhet të pranojmë se kemi gabuar dhe të heqim dorë nga pikpamjet që janë mbartur për një kohë të gjatë. Mendja materiale fokusohet më shumë në të njëjtën rutinë të jetës dhe të ideve, siç ka bërë gjithmonë dhe siç do të bëjë mijëra persona aktualisht. Ajo e urren ndryshimin gjithnjë e më shumë, siç forcohet
e trashen mendimet e mbartura, nga viti në vit, ajo dëshiron të jetojë në të njëjtën shtëpi, ku ka banuar për vite me radhë, të vishet me modelin e së shkuarës, të shkojë në punë dhe të kthehet për vite në të njëjtën orë. Ajo hedh poshtë dhe për buzë, pas një moshe të caktuar, idenë e të mësuarit mbi arritjet e reja, të tilla si piktura apo muzika, të cilat ndihmojnë për të çlodhur mendjen, për të pushuar dhe për të mundësuar jetesë në aspektet e tjera të qenies. Të gjitha këto përveç kënaqësisë që i japin mendjes dhe shpirtit, i mësojnë trupit më shumë aftësi dhe zotësi në artin që ndjek. Mendja materiale ka si parim kryesor përdorimin e çdo lloj arti vetëm për të fituar para dhe jo si mjet për të dhënë shumëllojshmëri jetese, për të argëtuar, për të çlodhur. Ajo pjesë e mendjes që i përkushtohet bizneseve të tjera, përmirësimeve të shëndetit dhe rritjes së fuqisë mendore dhe fizike. Ajo mbart idenë të qenit shumë e vjetër për të mësuar. Kjo është gjendja e shumë personave që kanë arritur ose kanë kaluar moshën e mesme. Ata duan të rehatohen dhe pranojnë si të pashmangshme idenë e plakjes. Mendja materiale u thot se trupi i tyre duhet të dobësohet gradualisht, të tkurret dhe plot fuqia e rinisë të kalbet dhe në fund të vdes. Mendja materiale thot se kështu ka qenë gjithmonë dhe për këtë arsye kështu do të vazhdojë të jetë. Ata e pranojnë të rësisht këtë ide dhe thonë pa vetdije, kështu është thënë. Për të thënë se një gjë duhet të jetë, kjo është vetë fuqia që e bën atë. Mendja materiale e sheh madje trupin teksa plaket gradualisht, edhe pse nuk i pëlqen pamja dhe mundohet ta evitojë atë sa më shumë, por ideja do të rishfaqet her pas here, siç ndodh me vdekjen e bashkëkohësve të tyre, dhe teksa ndodh, ata mendojnë duhet në mënyrë të pashmangshme rezultatet materiale të plakjes. Mendja shpirtërore apo mendja më e ndryshuar thot, nëse do të mundni të largoni sëmundjet, të ktheni mendimet tuaja sa më shumë të mundeni drejt shëndetit, forcës dhe energjisë, të gjërat e shëndetshme e të fuqishme materiale, të tilla si lëvizja e reve, ajri i freskët, forca e oqeanit, të pyjeve dhe rritja e pemëve të shëndetshme. Tek zogjt plot jetë, kështu ju i ktheni vetes një rrymë të vërtet ose një mendim të shëndetshëm, i cili ju është sugjeruar nga mendimi i këtyre objekteve materiale të fuqishme dhe plot jetë. Dhe mbi të gjitha, përpiquni të mbështeteni dhe ta besoni këtë fuqi hyjnore, e cila i ofron të gjitha këto gjëra dhe shumë më tepër, dhe është pjesë e pafundme dhe pashtershme e mendjes tuaj shpirtërore, dhe teksa besimi juaj rritet në këtë fuqi, kështu do të rritet vazhdimisht edhe fuqia juaj jetësore. Broçkulla thot mendja e ulët materiale, nëse trupi im është i sëmur, duhet të bëj diçka për ta shëruar këtë trup me gjërat që unë mund t'i shoh dhe t'i ndjej, dhe kjo është e vetmja gjë që duhet bërë, t'i shoh dhe t'i ndjej. Dhe sa për vetë mendimin, nuk bën asnjë dallim se çfarë mendoj, sëmur apo shëndetshëm. Aktualisht, në një rast të tillë, një mendje ku këto të vërteta janë të reja dhe sa po janë zgjuar, do t'i lejojnë vetes në të shumtat e rasteve të jetë
e mbizotëruar dhe e tallur prej një ideje të tillë të mendjes materiale për ca kohë ose prej padijes së një pjese të saj, dhe në këtë ka shumë gjasa që të ndihmohet nga mendje të tjera materiale, të cilat nuk janë zgjuar as pak nga këto të vërteta dhe të cilat janë përkohësisht më të forta në saj të favorizimit prej ignorancës. Këto janë njësoj si njerëzit që nuk mund të shohin aq larg sa mund të shohë dikush me një teleskop, dhe të cilët mund të jenë plotësisht të ndershëm në mosbesimin e tyre në lidhje me atë që personi me teleskop mund të shohë, pavarësisht se këta njerëz nuk flasin ndonjë fjalë ose nuk argumentojnë kundër besimit të mendjes pjesërisht të zgjuar. Mendimi i tyre ende vepron në një mendje të verbër ndaj këtyre grimcave të së vërtetës, por kur mendja shpirtërore nis të zgjohet, asgjë nuk mund ta ndalë atë të ecë më tej, dhe pse mendja materiale mund ta ngadalsoj për një farë kohe. Vetvetja juaj reale ndonjëherë mund të mos jetë aty ku është trupi juaj, thot mendja shpirtërore. Ajo është aty ku shkon mendja juaj, në dyqan, në zyrë, në seminar, ose tek ndonjë person me të cilin jeni të lidhur fuqishëm, dhe të gjitha këto mund të jenë një shtet apo një qytet larg jush. Vetvetja juaj reale lëviz me shpejtësi të pakonceptueshme, siç lëviz mendja juaj. Broçkulla, thot mendja juaj materiale, vet, unë jam kudo, ku është trupi im dhe askush tjetër. Shumë mendime apo ide që ju i refuzoni si larg pamës ose si të tilla apo fantazi, vijnë nga një nxitje mendjes tuaj shpirtërore, është mendja juaj materiale që e hedh atë poshtë. Asnjë ide e tillë nuk lind nëse nuk ka një të vërtet në të, por këtë të vërtet ne nuk mund ta çojmë me një herë përpara drejt një përsosmërie relative. 200 vjet më parë, ndonjë mendje mund të ketë parë përdorimin e avullit si një formë lëvizje, por ajo forcë lëvizëse nuk mund të jetë mbartur siç është sot. U bë i nevojshëm një zhvillim i caktuar, një rritje dhe përmirësim në prodhimin e hekurit, në ndërtimet e rrugëve dhe në nevojat e njerëzimit, por ideja ishte një e vërtet, e mbartur në disa mendje të ndryshme. Ajo ka sjell avullin si një forcë lëvizëse në formën më të përsosur në ditët e sotme. Ajo ka luftuar dhe ka kapërcyer çdo argument dhe çdo pengesë të vendosur në këtë rrugë të saj nga mendjet e errta, materiale dhe penguese. Kur ju keni ndonjë mëdyshje dhe thoni me vete, po një gjë e tillë mund të ndodhë edhe pse unë nuk mund ta shoh atë, ju i hiqni vetes një pengesë të madhe për përkryerjen dhe realizimin e mundësive të reja dhe të panjohura që ju presin në të ardhmen. Sot, mendja shpirtërore sheh se ajo ka fuqi për të përmbushur çdo arritje në botën fizike, më shumë se sa imagjinojnë njerëzit. Ajo e ka të qartë se për sa i përket mundësive të jetës, ne ende jemi të paditur, të plot. Sidoqoftë, ajo sheh disa gjëra, si përmirësimin e shëndetit, lirinë nga rrënimi, dobësinë nga vdekja e trupit, fuqinë e transit, udhëtimin dhe vëzhgimin e pavarur nga trupi dhe metoda për të arritur të gjitha materialet që nevojiten dhe dëshiron përmes veprimit, punës së mendjes ose mendimit të heshtur, qoftë individualisht
ose në bashkëpunim me të tjerët. Gjendja mendore e dëshiruar është i gjithë dominimi i mendjes shpirtërore. Kjo nuk nënkupton dominim apo kontroll tiranik të saj ndaj mendjes materiale, por se mendja materiale do të përfshihet në një rezonancë kokfort dhe kundërshti ndaj nxitjes së shpirtit. Kjo nënkupton gjithashtu se trupi do të bëhet shërbëtor i bindur ose asistent i shpirtit dhe se mendja materiale nuk do të përpiqet të veprojë si eprore, kur në fakt është inferiore. Në këtë rast, me kënaqësi, trupi do të jetë bashkëpunimi i tij për të gjitha dëshirat e mendjes shpirtërore. Atëherë, të gjitha fuqit mund t'i jepen shpirtit tuaj. Asnjë forcë nuk duhet të ushtrohet ndaj rezistencës armiqësore të mendjes materiale. Të gjitha forcat e tilla do të përdoren për të nxitur ndërmarrjen tonë, për të na sjellë të mira materiale, për të arritur në sferat më të larta të pushtetit, paqes dhe lumturisë, për të përmbushur atë që tashmë mund të quhet mrekulli. As mendja materiale, as trupi material nuk mund të fitojnë mbi shpirtëroren, dhe pse, pas çdo lloj censure e mohimit të vetes, as vetë ndëshkimet për mëkatet e kryera, as ekzekutimet, kjo vërtet sa do t'ju bëj ju më të ashpër, më të rënd, më fanatik dhe të pamërshirshëm, si për vete dhe për të tjerët. Jashtë këtij shtrembrimi të së vërtetës, kanë lindur terme të tilla si kryqëzimi i trupit dhe, duke nënshtruar mendjen e ulët ose mendjen kafshërore, nga ky shtrembërim kanë dalë urdhra dhe shoqata të burrave dhe grave, të cilët, duke shkuar në një ekzekutim tjetër, kërkojnë shejtërim në vetmohim dhe vetë sakrifikim. Shejtëria nënkupton tërësisht ose zotërimin e plotë të shpirtit mbi trupin, ose kontrollin e përkryer të shpirtit tuaj mbi një trup, nëpërmjet njohurive dhe besimeve në aftësitë tona për të marrë gjithnjë më shumë nga fuqia hyjnore. Kur dilni nga vetvetja dhe humbisni durimin nëpërmjet agresivitetit të mendjes tuaj materiale, nëpërmjet lajthitjeve të shpeshta dhe rënjes në mëkat ose teprimit në çdo drejtim, ju nuk bëni mirë, përkundrazi, vetëm sëmureni, duke thirrur veten me lloj-lloj emrash. Ju nuk mund ta quani veten mëkatar i lig dhe as t'i thirrrisni të tjerëve mëkatar të ligj, nëse ju e bëni këtë dhe gjithashtu e mendoni, atëherë mëkatarin e lig do ta bëni përkohësisht një realitet. Nëse në vizionin tuaj mendor ju i mësoni vetes se jeni tërësisht imoral dhe një mëkatar i lig, atëherë ju, pa vetdije, ose e bëni këtë idealitet tuajin, ose do të rriteni në mënyrë të pandërgjeshme në këtë ide, derisa dhimbja dhe ligësia që vjen nga kjo rritje kaq e pashëndetshme do t'ju bëj të ktheni mbrapsht ose ta shkatroni trupin tuaj nga kjo gjendje mendore e cila në të shkuarën ka qenë shumë e fiksuar, e ka origjinën, sjelljen e vrazhd e patolerueshme, mungesa e dëshirës për bamirësi ose ligësi, pikpamja e zymt dhe pesimizmi për jetën, dhe në këto kushte mendore sigurisht do të keni sëmundje fizike. Kur mendja materiale lihet më njanë, atëherë
ne bindemi për ekzistencën e këtyre forcave shpirtërore, si brënda vetës tonë, ashtu edhe jashtë saj, kur ne mësojmë t'i përdorim këto forca, sepse deri tani jo të gjithë i kemi përdorur në këtë mënyrë, atëherë duke përdorur fjalën e Palit, i cili thot: besimi është gëlltitur dhe kthyer në fitore, dhe frika nga vdekja është larguar. Kështu, jeta bën një përparim të lavdishëm përpara, nga kënaqësitë e të sotmes drejt kënaqësive më të mëdha të së nesërmes, dhe shprehja të jetosh nënkupton vetëm gëzim. Kapitulli 2. Cilat janë marrëdhëniet tona? Burri apo gruaja që i pëlqen më shumë shijet tuaja, mendimet dhe me të cilin ju jeni më të lidhur, jeni të tërhequr ndaj tij apo saj, nuk mund të jetë vëllai, motra, kushëriri apo ndonjë i afërm i juaj, por ky person është një njeri shumë i dashur për ju. Vëllezërit ose motrat tuaja mund të mos jenë as pak si ti në mendime, shije dhe prirje. Ti shoqërohesh me ta, sepse janë antar të familjes, por nëse ata nuk do të ishin vëllezërit, motrat ose të afërmit tuaj, ose do të kishit pranë diku njerëz të tjerë me të njëjtën cilësi apo karakter, ju ndoshta nuk do t'i pëlqenit ata as pak. Marrëdhëniet fizike ose janë ato të gjakut, ka shumë pak ndikim në marrëdhëniet e vërteta njerëzore. Ka mundësi që vëllai ose motra, babai ose nëna të jenë të lidhur ngushtë me mendimet dhe shijet tuaja. Gjithashtu, është e mundur që një baba ose një nën, vëlla apo motër të jenë shumë larg mendimeve dhe shijeve tuaja dhe mund të jetojnë në një atmosferë të mendimeve krejt ndryshe nga ju, dhe ju nuk mund të jetoni as shëndetshëm dhe as të qetë, përveç se me ata persona që kanë mendime të ngjashme me tuajat. Marrëdhëniet fizike mund të krijojnë ose jo një atmosferë të tillë. Mendoni një punëtor, mendimet e të cilit fokusohen vetëm tek e ngrëna, tek e pira dhe tek puna e përditshme, të jetoj ekskluzivisht në një shoqëri artistësh dhe filozofësh, duke mos pasur asnjë mendim të përbashkët me to, shpirti i tij do të kalonte në depresion dhe shëndeti i tij do të vuante. I njëjti ligj vepron kur një mendje superiore detyrohet të shoqërohet vazhdimisht me inferioritetin. Ky mund të jetë pozicioni juaj në mesin e të afërmëve tuaj të gjakut. Fëmijët jetojnë, gëzojnë dhe janë të ngazëlluar nga atmosfera që krijohet prej moshatarëve të tyre, dhe po t'i shkëputësh nga këta marrëdhënie, ata do të ndihen keq. Si fëmijët, ti ngazëllohesh nga kjo atmosferë fëmirisë, jeton në marrëdhënie shpirtërore të fëmirisë dhe në lidhje me këtë ti ushqen mendjen tënde njerëzore, gjithashtu shpirtërore. Ju mund të pyesni tani se përse nuk mund t'i ringjallim këto ndjenja të vjetra dhe ngazëlluese që vjen nga shoqëritë e fëmirisë apo rinisë. Kjo ndodh sepse shpirti juaj kërkon tashmë një ushqim apo atmosferë tjetër mendore që vetëm një mendje tjetër apo një nivel më i lartë i mendjes mund t'i hap. Nëse e keni atë, atëherë dhe koha do të kalojë më shpejt dhe më shumë kënaqësi, ashtu siç ndodhi
me moshatarët tuaj në kohën tuaj të mëparshëm. Ata që mund të japin këtë kënaqësi janë marrëdhëniet tuaja të vërteta, por një marrëdhënie e tillë nuk mund të ekzistojë vetë se kur ju e përmbushni atë në të njëjtën cilësi mendimit. Marrëdhëniet e vërteta shpirtërore të shumë tregtarëve, mekanikëve dhe të profesioneve të tjera janë vëllezërit e tyre tregtar, mekanik ose të profesioneve të ngjashme. Ata e provojnë këtë gjatë jetës së tyre, ndihen më komod me ata që kanë biznese të njëjta sesa në ambientin që mund ta quajnë shtëpi, ku ata hanë, flenë dhe kalojnë shpesh të diellat e lodhshme dhe presin me shumë dëshirë të vi dita e hënë dhe jeta me punët e tyre të përditshme është e mirëpritur, sepse aty ata janë në mjedisin e marrëdhënieve të tyre të vërteta dhe po udhhiqen dhe nxiten nga atmosfera e mendimeve të njëjta me kolegët e tyre, të cilët gjithashtu ushqejnë këto marrëdhënie reciproke. Çdo nivel i mendjes njerëzore apo cilësi e mendimit duhet të jetë në përputhje me nivelin korrespondues të mendjes dhe cilësinë e mendimeve të tyre me të cilat shoqërohet. Në të kundërt, ajo do të vuajë. Marrëdhëniet me lidhje gjaku ka pak mundësi të jenë në të njëjtin nivel të tillë mendimesh. Ekziston një nivel i lartë dhe i pavetëdijshëm tiran, që ushtrohet nëpërmjet marrëdhënieve fizike. Fëmijët shpesh kur rriten i vendosin nënat ose baballarët në mendjen e tyre në një sferë apo në një mënyrë të jetesës ku ata dëshirojnë ose jo që t'i kenë prezent. Pastaj, mendimet, të cilat rrallë ndonjëherë shprehen, shkojnë deri në pikën nëna është plakur shumë dhe nuk duhet të vesh më rroba me ngjyrë të qelur, ajo duhet të vishet me ngjyrat e errta. Është qesharake për një nënë nëse është e ve të martohet përsëri. Vështirësitë ekonomike shpesh ndërhyjnë në këto lloj marrëdhëniesh. Nëna sigurisht nuk dëshiron të hyjë në jetën tonë të lumtur, kështu që ajo mund të qëndrojë në shtëpi dhe të kujdeset për fëmijët, ose është koha që babai të dalë në pension, ose ideja që babai të martohet përsëri është qesharake. Asnjë forcë nuk është më e dobët në punën e saj dhe as më e fuqishme se sa të ndikojë në arritjen e rezultateve të mira apo të këqija. Aq sa ndikon prodhimi i vazhdueshëm i mendimit të një ose disa mendjeve bashk mbi një person për të arritur rezultate të dëshiruara. Forca vepron në të njëjtën rezultat, pavarësisht nëse kjo bëhet me inteligjencë dhe vetëdije ose verbërisht. Një rrjedhë e vazhdueshme e këtij lloji mendimi që më shumë mundësi vjen nga 3 ose 4 mendje, tek të cilat nëna ishte instrument që krijon trupa të rinj dhe vazhdimisht drejtohet tek nëna, është një forcë shumë e fuqishme që e drejton dhe e mban atë pikërisht aty ku fëmijët duan ta kenë. E gjithë kjo rrjedhë koncensionale e mendimeve rrjedh edhe si një ndihmë në këtë drejtim. Pra nëna thot, kjo ndjenjë e pashprehur natyrisht do të plaket, do të dalë në pension dhe gradualisht do të tërhiqet nga jeta aktive, do të qëndrojë në një cep të shtëpisë për t'u bashkuar me prindrit e tjerë dhe në këtë kohë sëmundjeje ose emergjencash familjare duhet të jetë ndihmë dhe mbështetje.
nëpërmjet veprimit mbi te. Në mendje të tilla, shumë nëna nuk kanë më privilegj si individ dhe përfundimisht bëjnë ashtu si dëshirojnë fëmijët e tyre. Ndonjëherë mendojnë kështu: ata nuk duhet të shkojnë tek nëna ime apo ndonjë njeri tjetër i afërm për shqetësimet dhe problemet e mia dhe të marr ndihmën e saj, siç e kam bërë gjithmonë. A nuk duhet të më ndihmojnë të afërmit e mi më shumë se të tjerët në rast nevoje? Sigurisht, nëse nëna ose ndonjë nga të afërmit tuaj janë të gatshëm ta bëjnë. Sigurisht, nëse një shërbim i tillë vjen drejt për drejt nga zemra e një të afërmi dhe nuk është e imponuar nga ndjenjat që merr ndonjëherë formën e pathënë të shprehjes, unë mendoj se duhet ta bëj këtë sepse është vëlla im ose biri im ose ndonjë i afërm tjetër fizik që e kërkon. A pyetet për këto? Më së shumti, këto shërbime kërkohen pa ndërgjegje, pa pyetur për to në këtë raste. Shumë gjëra ju kërkohen të afërmve, thjesht sepse ata janë të afërmit tuaj, favorët në para, mbështetje në bashkëbisedime e tjerë, janë në një kuptim, kërkohen si rrjedhoj e simpatisë që të afërmit kanë për ne. Mbështetja, ushqimi, strehimi dhe mirëmbajtja priten nga të afërmit kur nuk mund të kërkohen nga dikush tjetër. Mikpritja pritet të ofrohet nga të afërmit, ndërkohë që të presësh këtë mikpritje është të ofrohet si rrjedhoj e një kërkese. Dhuratat priten nga të afërmit, ndërkohë që të presësh një dhuratë është më shumë një zhvatje. Dhuratat e vërteta vijnë gjithmonë si surprizë, askush nuk e pret atë, sepse pritshmëria do të prishte surprizën. Të afërmit shkojnë për vizitë dhe ulen këmbkryq tek njëri tjetri, thjesht se janë të afërm, por shpesh këto vizita shoqërohen nga mendime të pashprehura, kur të afërmit e përdorin shtëpinë e njëri tjetrit për të kryer faturat e hoteleve. Asnjë e mirë nuk vjen si dhuratë nga dikush nëse nuk bëhet me gjithë zemër dhe dhënia e saj është një akt kënaqësie, sepse diçka tjetër shkon me dhuratën materiale, ushqimin, strehimin, huan, që edhe nëse nuk shihet dhe njihet pak, është më rëndësishme se sa vetë forma. Ky është mendimi që shkon me dhuratën, i cili ndikon fuqishëm për të mirë apo të keq të personit që merr dhuratën. Nëse ju jepni brenda mundësive tuaja shumë pak para në të holla për një person në nevojë dhe mendimi juaj që shkon me to, nuk është vetëm dëshira e sinqertë për ta ndihmuar atë person, por ju ndjeni kënaqësi në dhënien e kësaj ndihme. Kështu ju hidhni mbi atë person një element të caktuar të mendimit tuaj, i cili kurrë nuk do ta braktisë atë dhe do të përfitojë përjetësisht në procesionin me cilësi, fuqinë dhe forcën e këtij mendimi. Ju bëni shumë më tepër se sa lehtësimin e nevojave të tij fizike, ju jepni atij një sasi të fuqisë suaj shpirtërore. Dëshira juaj që fuqia e tyre të zhvillohet dhe të rritet aq sa të bëj të mundur që ata të mos jetojnë në mëshirë të tjerëve, por të sigurojnë vetë pasurinë e kësaj bote, një lloj siç duhet ta sigurojnë të gjithë kur arrin në një stad të caktuar të fuqisë shpirtërore. Është një ndihmë e madhe për ta që të fitojnë një fuqi të tillë. Ju keni dërguar dhe keni mbjell
tek ata një farë mendimi që do të zërrën dhe do të jap frytet në një periudhë të caktuar të ekzistencës së tyre fizike apo shpirtërore. Por, nëse ju dhuroni pa dëshirë, nëse jepni në mënyrë të detyruar, nëse jepni ushqim, strehim, veshje, para e gjithçka tjetër se rrethanat ju detyrojnë të bëni, ose sepse njerëzit mund të thonë se ju nuk jeni dorëdhënë ose se të tjerët janë më shumë dorëdhënë, atëherë dhurata juaj ju bën realitivisht pak të mirë, pa marrë parasysh se kujt i është dhuruar, qoftë ai madje nën, baba, vëlla, motër, bij apo bir, ju letësoni vetëm një domosdoshmëri fizike dhe kjo vetëm për një farë kohe. Ju mund të ushqeni një trup, ta vishni apo ta strehoni atë, por ju nuk e ushqeni dhe nuk mund ta ushqeni siç duhet shpirtin, i cili përdor atë trup. Nëse mendimi që shoqëron dhuratën tuaj nuk është bërë me vullnet të plot dhe me gjithë zemër në lehtësimin e nevojave të atij trupi, mendimi i përshtirë që shoqëron dhuratën, mendimi i zakonshëm në atë pozitë kur marrëdhënia e dhuratës, pa marrë parasysh se sa të afërta janë marrëdhëniet, ndiheni keq, në vend që të gëzoni, mendimi që shoqëron çdo dhuratë për çdo person ose të afërm që jepni kryesisht për shkak të zakonit dhe ose të opinionit publik ose për shkak të kërkesës së marrësit, është një dem i madh për dhënësin dhe për marrësin gjithashtu. Është dërguesi i cili tek ai merr një rrymë të mendimit të ligë në karakterin dhe rezultatin e saj, i kthehet prap përsëri dhuruesit dhe ai që merr një përgjegjësi në mendime të njëjta dhe kjo gjithashtu është e dëmshme. Ju merrni një dhuratë nga dikush që ju prek ndjenjat tuaja, sepse dhuruesi nuk është më ndjenja të ngrohta e miqësor, por diçka krejt ndryshe. Krishti i Judes, kur e dhuroi Vejushën, që e flaku foshnjën e saj në thesar, e bëri këtë në vlerësimin ton, jo vetëm se ajo dha një propocion më të mirën e saj materiale, por sepse e pa se dëshira e saj për të ndihmuar në çfarëdo lloj mënyre, duke shkuar në atë foshnjë, ishte diçka shumë më ndjerë dhe vërtet, se ajo e njerëzve të pasur që hidhnin shuma të mëdha, por bashkë me këtë shuma parash hidhnin dhe karakterin e ulët të mendimit dhe të motivimit. Ai gjithashtu pa se kjo grua po jepte një ndihmë shumë më të madhe se të tjerët, sepse ishte më e pastër, më pak e përzier, me motivim të ulët dhe për këtë arsye shumë më e fortë. Nuk është detyra ime, nuk mund të thonë disa, të ushqej, të vesh, të strehoj dhe të mbështes një të afërm, të ngushtë apo prind, nëse ai është i paaft kur të plaket. Termi të bësh nga një ndjenjë detyrimi nuk nënkupton gjithmonë se ajo që bëhet, qoftë një person i ndihmuar apo një pacient i sëmur për të cilin tregohet kujdes, është bërë nga dashuria për atë person ose nga dëshira për të bërë mirë, ndonjëherë bëhet mekanikisht ose edhe shoqërohet nga një farë mospëlqimi, ndonjëherë është një proces i dhimbjes dhe i sforcimit. Për këtë arsye, pak gjë e mirë është bërë, sepse në qoftë se nevojat fizike janë lehtësuar përkohësisht, por nevojat shpirtërore nuk është bërë e njëjta gjë, dhe nëse nuk ushqehet pjesa shpirtërore natyrës tonë,
nuk mund të ketë asnjë lehtësim të përhershëm apo ndonjë të mirë fizike. Prindërit që në pleqëri mbështeten të fëmijët e tyre thjesht nga një ndjenjë e detyrës, ndonjëherë kanë shpirtrat e tyre të plagosur dhe të uritur, të plagosur sepse ata mendojnë se janë përballur me pengesa, të uritur sepse nuk ka pasur dashuri të vërtet në shërbimin e dhënjes nga këto fëmijë, fëmijët që vinë në këtë botë, jo të mirëpritur nga prindërit, që rriten dhe edukohen vetëm për shkak të zakonit, konvencionalitetit dhe opinionit publik, që kërkojnë mbështetjen e prindërve, janë më së shumti fatkeq dhe vuajnë nga plagë dhe uria shkaktuar në shpirtin e tyre. Në fakt, dashuria e sinqertë dhe e ndjerë është jetëdhënëse dhe nëse ajo merret nga fëmia, është për të një burim gëzimi, shëndeti, force dhe gjallërie. Ekziston një lloj ndërgjegjeje e trajnuar, baza e edukimit të secilës është frika ndaj opinionit privat ose publik. Kjo ndonjëherë më të vërtet nxit veprime që thuhen se janë bërë nga një ndjenjë e detyrës. Nëse opinioni publik ndryshon papritmas dhe nuk e censuron personin që refuzon të përkrahë të afërmit në moshën e pleqërisë, disa familje ndoshta do të shkonin në azilet e pleqve dhe djemt ose vajzat që i dërgojnë aty nuk do të ishin duke vrapuar jashtë natyrës së tyre të vërtet, nuk do të shtireshin, sikur kanë një cilësi që nuk e posedojnë. Nënat ndonjëherë thonë, nuk më intereson se çfarë bëhet me mua, vetëm fëmijët e mi të rriten mirë dhe të jenë të edukuar. Një nën duhet të kujdeset shumë për edukatën e saj, nëse edukimi dhe mençuria e saj do të vihen re, atëherë edhe edukimi i fëmijëve të saj do të bjerë në sy, do të vihet re nëse ajo e mbyt veten e saj në përpjekje për të favorizuar fëmijët. Një nën që respekton ndjenjat e saj të vërteta, vazhdimisht do të ketë admirim, respekt dhe shumë dashuri nga fëmijët e saj. Një admirim dhe respekt i tillë mund të kushtojë vetëm ndaj një gruaje që e njeh botën, ka qëndrim dhe pozicionin e saj në të gjitha njohuritë e saj, ecën përpara në kërkim të një pozicioni dhe vend më komod. Admirimi dhe respekti i tillë nga djali apo nga vajza nuk mund të imponohet nga një nën që tërhiqet në qoshe, vetëm urë midis inferioritetit dhe kujdestarisë, e cila neglizhon veshjen dhe pamjen e saj personale dhe i mëson fëmijët se ajo është në dispozicion të tyre në të gjitha rastet e emergjencave familjare, të vërteta apo të imagjinuara. Për këtë arsye, shumë nëna janë injoruar, mashtruar dhe tallur nga fëmijët e rritur. Nëse nëna mbytet, siç e imagjinojnë gabimisht, për të përfituar fëmijët e tyre, ato paguajnë në disa raste një dënim të tmerrshëm. Nëse lejoni që vullneti juaj të jetë vazhdimisht i komanduar nga dikush tjetër, nëse hiqni dorë nga preferencat dhe prirjet tuaja dhe bëheni vetëm hije dikujt tjetër, nëse jetoni ashtu siç dëshirojnë të tjerët, ju do të humbni gjithnjë e më shumë ekzistencën tuaj, ju do të thithni aq shumë nga mendjet e tjerëve, do të bëheni pjesë e kësaj mendjeje dhe kështu do të veproni në përputhje edhe me vullnetin e saj të heshtur dhe dëshirat e pashprehura. Ju do të fosilizoheni
dhe do të fundoseni në një skllavëri të pashpresë, do të humbisni gjithnjë e më shumë fuqinë tuaj fizike dhe mendore. Për të bërë këtë në diçka, do të bëhet pengesë në qoshet e oxhakut, prindi pa zot, burri moshuar ose grua e pambrojtur dhe e padurueshme në vend se sa të jetë dashur. Ky, në shumë raste, ka qenë efekti në mendjen e fëmijëve të rritur për një prind. Është ende kjo forcë e heshtur e këtyre ndjenjave apo mendimeve që vazhdimisht punon në atë të prindit dhe që ndihmon në dëmtimin fizik dhe dobësinë mendore të prindit, i akuzuar shpesh për kalimin e viteve, është pjesërisht për shkak të efektit dëmtues të një mendjeje ose grup mendjesh që kërkojnë të izupotojnë dhe të sundojnë një tjetër. Kjo e keqe bëhet pa vedije, djali dëshiron të menaxhojë fermën, vullneti i tij mund të jetë i fortë, ai e fiton pushtetin hap pas hapi, i merr si të drejta ato që në fillim i merrte vetëm me lejen e babait ose si privilegj. Ai vazhdon hap pas hapi të përdor mënyrën e tij në të gjitha gjërat, të mëdha dhe të vogla, ndoshta duke ndihmuar nga fëmijët e tjerë, të cilët përdorin fuqinë e tyre të heshtur në të njëjtin drejtim, dhe kjo mund të jetë një forcë e kombinuar, pothuajse e pamundur që një person ta përballojë nëse eksplodohet vazhdimisht ndaj saj. Është një presion i vazhdueshëm dhe i pandërprer, i gjithi në një drejtim. Punon ditë dhe natë, punon në të gjitha efikasitetin e tij, sepse prindi aq i ekspozuar ndaj këtij fenomeni është krejtësisht i panjohur në një forcë të tillë dhe veprimin e saj mbi të. Ai kupton se po dobësohet, ai bëhet i plogët, i mungon fuqia e mëparshme dhe mendon se po shkon drejt pleqërisë. Kam njohur një njeri mbi të 70-tat, aktiv dhe të fuqishëm, në mendje dhe në trup, si të një 40 vjeçari. Ai kishte organizuar dhe ndërtuar një biznes të madh. Fëmijët e tij në fund e morën në duart e tyre biznesin, sepse erdhi koha kur babai doli në pension, kështu që mendimet e thëna apo të pathëna, të mbajtura muaj pas muajsh midis babait dhe fëmijëve, shprehnin ekzistencën e dëshirës që ai të tërhiqej nga biznesi, duke i besuar situatën e tij një miku. Babai tha: "Pse duhet të largohem nga biznesi? Unë jetoj me të, më pëlqen dhe me aq sa shoh jam në gjendje ta bëj atë siç duhej." Por kërkesat e vazhdueshme nga këta armiq të gjakut të tij dhe familjes ishin tepër të mëdha për të përballuar. Ai u tërhoq, bijët dhe bijat u kënaqën. Shpejt, babai nisi të përkeqësohej nga shëndeti. Ai jetoi edhe 2 vjet dhe një nga fjalët e tij të fundit ishte: "Më vran fëmijët e mi." A nuk duhet të dua fëmijët e mbi të gjithë të tjerët? Termi "duhet" nuk ka vend në natyrën e dashurisë. Dashuria shkon aty kudo, te kushdo dhe te kushdo mund ta tërheqë atë. Nuk mund të detyrosh veten të dojë diçka apo dikë. Ka pasur prindër që nuk kanë pasur dashuri të vërtetë për fëmijët e tyre dhe fëmijë që nuk kanë pasur dashuri të vërtetë për prindërit e tyre. Asnjëra palë nuk mund të fajsohet për këtë. Atyre u mungonte aftësia për të dashuruar. Ata kanë lindur me këtë mungesë, sikurse një person lind i verbër ose i gjymtuar. Disa prindër dëshirojnë t'i duan fëmijët e tyre, por në fakt nuk i duan
Një baba që humb durimin dhe rret djalin e tij nuk e do vërtet atë djalë. Do të ishte më mirë të thuhej se ai do ta rrah apo ta dhunoj atë. Qeverisja në familje është e nevojshme. Qeverisja nuk administratohet mbi bazat e zemrimit dhe agresivitetit. Prindërit ndonjëherë ndërhyjnë dhe ndikojnë seriozisht në të ardhmen e një fëmije, duke kundërshtuar dëshirën e tij në zgjedhjen e një profesioni. Prindi mund ta paragjykojë disa hapa që të hedh fëmia në jetën e tij. Fëmia ka dëshirë të ndjek një rrugë të caktuar, por has në kundërshti të ashpër, pa kompromis nga prindërit, nuk ka asnjë arsyetim, diskutim apo këshill për këtë çështje, asgjë tjetër, veç se një jo e prerë. Ndjenja dhe veprimet e tilla nuk nxiten nga dashuria për fëmijët nga ana e prindit. Ato nxiten nga dashuria e prindrit për të dominuar mendimin e tij dhe nga tirania e tyre. Ndonjëherë prindërit harrojnë se pasi fëmia del nga gjendja fizike dhe mendore e pamundësisë foshnjore, shndërrohet gjithnjë e më shumë në një individ. Si një individ, ai mund të tregojë shijet, preferencat dhe prirjet e kthyera në një drejtim. Asnjë prind dhe asnjë njeri nuk mund ta thyej ose ndryshoj këtë shije e preferencë. Askush nuk mund ta kthej mendjen e atij fëmije në diçka tjetër. Përmendjen e fëmijës, siç e quajmë ne, është me të vërtetë një mendje ose një shpirt që ka jetuar jetë të tjera fizike, që nga foshnjëria deri në matyri, nëse jo deri në moshë të vjetra, dhe pasi ve në posedim trupin e tij të ri dhe fiton një kontroll relativ ndaj këtij trupi, do nisë dhe veproj jashtë burrit ose gruas, siç ishte në jetën e mëparshme, dhe ky mund të jetë një burr ose një grua, siç ishte në jetët e mëparshme, dhe ky mund të jetë, po njësoj si ju, shumë i lidhur me prindrit ose fare i lidhur me to, por në çdo rast, prindi ka të bëj me një individ, i cili do rritet gjithnjë e më shumë në shije, preferenca dhe tiparet e karakterit që i përkasin dhe janë pjesë e tija. Ata duhet të kenë shprehje në mendje ose shpirt, qoftë të lejuar ose jo fizikisht. Nëse djali ndonjëherë dëshiron të shkojë në det dhe prindi e ndalon, djali është në det me mendje dhe është shumë më mirë që trupi i tij ta ndjek atë, sepse dëm bëhet vetëm kur mendja dhe trupi nuk punojnë së bashku në harmoni. Nëse nëna refuzon të lejojë djalin të shkojë në det, sepse ajo i friksohet rreziqeve për të, ajo ende dëshiron frikën e saj dhe mënyrën e saj më shumë se djalin e saj. Prindi ndonjëherë ushtron dhunë jo vetëm mbi trupin e fëmijës, por edhe mbi mendjen e tij, shijet, prirjet, tendencat dhe preferencat e fëmijës nuk kanë asnjë rëndësi për disa prindër. Nëse djali dëshiron të jetë marinar dhe prindri dëshiron diçka tjetër për të, prindi do të insistojë që ai të bëhet diçka tjetër, por a ja del ai për këtë? Le t'i përgjigjet mediokriteti një pyetje të tillë në të gjitha drejtimet, dhe mediokriteti do të thotë ndjekje mekanike e çdo lloj linje në të cilën nuk ka interes jetësor. Më shumë se kaq, kur një trup detyrohet të bëjë diçka ose të jetojë në një mënyrë të caktuar dhe mendja dëshiron të jetojë në një mënyrë tjetër, ekziston një forcë lëvizëse
e cila në shumë raste ndan mendjen dhe trupin veç e veç, dhe prindërit brengosen për humbjen e një fëmije kur ata janë përgjegjës për vdekjen e trupit të tij. Nga kjo arsye, sa kohë atëherë duhet të vazhdoj kontrolli prindëror mbi fëmijët, ose më tepër mbi një shpirt për të cilin kemi shërbyer veçse si një agjenci për pajisjen e një trupi të ri. A është arsyeshme të thuhet se një kontroll i tillë nuk duhet të vazhdoj pas një trupi të tillë që del nga pafuqia foshnjërisë, që ka fituar kontroll mbi organizmin e tij dhe që përmbush të gjitha kërkesat dhe nevojat fizike. Për të shkuar përtej kësaj, duke i dhënë një personi ushqim, rroba, strehim e tjerë, i bën atij një padrejtësi të madhe, madje një mizori. Në këtë mënyrë, nuk lejoni fëmijët tuaj të krijojnë apo reflektojnë në dhunë, të cilat ju duhet për të përballuar me sukses në jetë. Ju i bëni fëmijët më pak të prirur për t'ia dalë vetë jetës. Ju i mësoni ata të shtrihen në një shtrat të butë, luksoz, kur ata duhet të jenë duke u përplasur me realitetin, duke u bërë më të fortë dhe më të zhdërvjellët, si mendja dhe trupi. Prindërit ndonjëherë e bëjnë veten përgjegjës në padrejtësi dhe i shkaktojnë vetes vuajtje të panevojshme për gabimet dhe tendencat e fëmijëve të tyre. Një bir apo një bi merr një drejtim të gabuar, ose më mirë le të themi një rrugë ku e keqja mbizotëron më shumë ose më shumë kundër ideve konvencionale të kohës, sesa zakoneve të tjera më të tolerueshme, por që mund të jenë pjesërisht të panjohura dhe sëmundje, aq të rënda që dënohen nga shoqëria. Një djalë pi alkol në një shoqëri të keqe dhe kryen disa krime, prindi e dënon veten për mos kujdesin ndaj djalit. Ato akuzojnë veten se ka ndodhur për shkak të neglizhencës së tyre dhe ata janë përgjegjës për veprimet e djalit të tyre. Zoj, ti fajson veten shumë më tepër nga sa duhet. Nuk e bëni ju karakterin e vajzës apo të djalit tuaj. Ishte formuar shumë kohë përpara se shpirti të vinte në këtë trup dhe ta përdorte këtë trup të ri, ato tipare dhe dobësi që ishin më të spikatura në ekzistencën e tij të fundit, do të shfaqen në të ardhmen. Nëse ai ishte një shpirt hajdut më parë, ndoshta do t'i shfaqet sërish kjo prirje. Nëse ishte brutal, kafsh ose gryes, atëherë tendencat të ngjashme do të shfaqen. Ju, nëse rriteni me një qasje më të rafinuar të mendimeve, mund të bëni shumë për ta zbutur dhe zvogluar këto tendenca, por gjithçka do të bëni në këtë drejtim duhet të bëhet përmes forcës dhe veprimit të heshtur të mendimit tuaj superior mbi mendjen e fëmijës. Kjo nuk do të arrihet përmes një marrëdhënieje të këshillave verbale ose të dënimit fizik apo disiplinës, sado që mendja të jetë duke hyrë në një përvojë të re fizike. Çfarëdo defektesh ti përkasin asaj, do t'i duhet të veproj dhe të ndërshkohet në një lloj mënyre, derisa ai shpirt të shoh në mënyrë të qartë vetveten dhe se si këto ndërshkime vijnë nëpërmjet gabimeve të veta. Dhe këto mësohen vetëm kur personi ka liri të plotë, për aq sa kontrolli prindëror e le atë të lirë dhe jeton sipas dëshirës për një kohë të caktuar,
Ju duhet ta kontrolloni një jetë të tillë dhe ta bëni që ajo të jetojë ashtu si dëshironi ju në pamje të jashtme, por një jetë e tillë është vetëm sipërfaqësore nëse mendja është plot me gjëra, aq më shumë ka prirje të ulta. Sa më shpejt që të lihet më njanë këto gjëra, aq më shpejt ai person do të mësoj ligjin e vërtet, i cili shkakton dhimbje dhe ndëshkim për thyrjen e rregullave të tij të pandryshueshme, dhe aq më shpejt ai do ta njohë lumturinë që vjen nga të jetuarit në përputhje me këto rregulla. Çdo shpirt duhet ta bëjë këtë për veten e tij. Një prind mund të ndërtojë një karakter të rrem për fëmijën e tij. Ai mund t'i mësojë në mënyrë indirekte, indikuar nga gjendja e tij mendore që vepron mbi fëmijën, si të përçmojë atë që bota quan mirësi, si mund të jetë, sa i përket sjelljes së jashtme, ajo që nuk është fare tendenca e kohës, shkurt të jetë hipokrit. Asnjë person nuk ndryshon në të vërtetë nga një tjetër, në kuptim që ky term përdoret ndonjëherë. Ndryshimi duhet të vijë nga brenda, nuk duhet të varemi të rësish nga prania ose ndikimi një tjetri. Nëse do që të varesh, atëherë ky do të ishte vetëm një ndryshim i përkohshëm, do të dështonte. Kur personi që ndikon mbi tjetrin do të largohej, ndonjëherë dëgjojmë shprehjen gruaja e tij e ka ndryshuar atë, duke nënkuptuar burrin. Pse nuk dëgjojmë rastin e kundërt? Një burr mund të parandalojë ndërhyrjet ose mund të zgjedhë të ballafaqohet me botën nëpërmjet ndikimit dhe fuqisë mendore të gruas së tij, por nëse një ndryshim i tillë ai mbështetet tërësisht tek ajo, nëse ai nuk mund ta zotërojë veten pa praninë dhe nxitjen e vazhdueshme të saj, atëherë ky nuk është ndryshim i qëndrueshëm dhe ai bëhet një ngarkesë e rëndë dhe e dëmshme për bashkëshorten. Quhet biznes i një anshëm, kur një person i duhet të punojë për dy dhe kjo do të vazhdojë. Gruaja apo kushdo që e mban tjetrin do të fundoset. Nga një barrë e tillë dhe nga e gjitha kjo do të kemi dy të mbytur në vend që të kemi vetëm një. Asnjë person nuk mund ta bëjë një tjetër në kuptimin më të lartë të fjalës, por një person që ka mendje superiore mundet. Nëse ka një lidhje shumë të ngushtë dhe të gjatë me një mendje më të dobët, t'i jap të dobëtit përkohësisht jetë dhe forcë. Nëse ekziston dëshira për ta ndihmuar atë, nëse burri është i varur nga gruaja e tij, atëherë ai nuk përfaqëson ndonjë vlerë të karakterit të tij. Ai përfaqëson dhe vishet përkohësisht me karakterin e gruas së tij, ose aq sa mundet të përshtatet. Nëse ajo vdes ose largohet prej tij, ai degeneron dhe zhytet në veten e tij reale, nëse nuk zgjedh të mbështetet në forcën e tij, në vend që të përdor forcën e dikujt tjetër. Nëse gruaja vazhdon të mbështesë atë, ajo mbështet vetëm karakterin e tij të përkohshëm, që nuk mund të zgjasë. Kur burimi i përkrahjes hiqet dhe me kalimin e kohës, ajo me siguri do ta shërojë vetveten. Prindërit shpesh i mësojnë në mënyrë të pandërgjeshme fëmijët e tyre që të mbështeten tek ata, të varen prej tyre dhe për shumë kohë të kërkojnë mbështetje morale. Rezultati i këtij gabimi është se jeta e prindërve tërhiqet zvarr, duke mbajtur një ngarkesë kaq të rëndë saqë fëmia humbet dashurinë e sinqertë për prindërit. Ju mund të ndjeni keqardhje për ata
që është e rreme, e dobët dhe shkatëruar, por s'mund të dashuroni këtë gjë. Dashuria bazohet në adhurimin dhe adhurimi nuk vjen nga shkatërimi. Tendenca e quajtur insekt, që e shtyn nënën e zogjve të nxjerrë të vegjëlit e saj nga foleja, kur ata kanë forcë të mjaftueshme për të fluturuar, duke i lënë ata të luftojnë për jetën e tyre, është e bazuar në ligjin hyjnor dhe natyror. Mund të themi se ky është një zakon brutal dhe prandaj është quajtur i tillë, por a do të ishte e këndshme që zogjtë e vegjël të qëndrojnë në fole dhe të mos kenë forcë të përballojnë stuhitë dhe ashpërsinë e dimrit, të cilat vetë zogu nuk mund t'i përballojë? Përsëri, prindi, qoftë ai një nën zog, kafsh apo njeri, ka nevojë që pas periudhjes së sjelljes së të rinjve në jetë dhe rritjes së tyre për një kohë pushimi të plotë dhe çlodheje, dhe kozgjatja e një pushimi të tillë mund të jetë në proporcion me ndikimin e organizmit të jetës së tyre. Gjatë periudhave të tilla, prindi duhet të lirohet nga të gjitha kërkesat të fëmijëve. Zogjtë dhe kafshët në jetën e tyre natyrore marrin periudha të tilla pushimi, por mijëra nëna njerëzore nuk janë kurrë të lira nga ngarkesat e fëmijëve të tyre, derisa të veniten e të vdesin. Ata duhet të jenë po aq të lira nga fëmijët e tyre si në kohën e vajzërisë dhe para se ato të bëhen nëna. Mëmësia është një fazë e domosdoshme e ekzistencës për zhvillimin dhe pasurinë e cilësive, por asnjë eksperiencë nuk mund të ndiqë dhe të zhvillohet përgjithmonë. Jeta në gjendjen e saj të përsosur do të jetë plot ndryshime, jo një rutinë, në të cilën nëse ju jeni vendosur një herë, ju duhet të qëndroni aty. Nëse fëmijët qëndrojnë me nënën edhe pas arritjes së saj, që mund të quhet mosha e përgjeshme, nëse ata shohin atë gjithmonë vetëm për ndihmë, këshill, simpati dhe mbështetje, nëse nëna ja lejon vetes që të jetë në postin mbështetës të familjes, ajo do të përsërisë teorinë e një brezi të njëanshëm për të dhënë shumë nga vetja dhe forca e saj për të tjerët, e duke mos marrë asgjë në këmbim, ajo kështu praktikon një mënyrë të rrëme dhe të dëmshme të amësisë, sepse asaj i është marrë gjithçka nga vetja. Ajo është një rob i vetvetes, e pa zoj të jetoj jetën e re që e pret atë kur të vegjëlit e saj janë rritur dhe krahët e tyre janë të qëndrueshëm. Ajo po i ndihmon fëmijët e saj ta kthejnë atë në një grua të vjetër e të dobët. Ndoshta dikush vëren nëse sugjerimi juaj do të zbatohej me përpikmëri, rrugët do të ishin plot me fëmijë të nxjerrë jashtë shtëpisë nga prindrit dhe të paaftë për të siguruar jetesën e tyre. Kështu do të bëj. Unë nuk sugjeroj këtu të ndjekim shembullin e zogjve apo kafshëve. Ajo do të ishte një padrejtësi e madhe. Asnjë lloj zakoni, kur ndiqet për një kohë të gjatë, edhe nëse bazohet në gabime, nuk mund ta ndryshojë papritmas, pa trazira, pa padrejtësi, pa ose pa gabime. Megjithatë, ja vlen për momentin të studiohet ky pranim, që gjendja në natyrë që është krijuar nga pemët që hedh poshtë frutat e pjekur apo zogjtë dhe kafshët që i lën të lirë pasardhësit e tyre në kohën e pjekurisë, asnjë nga zogjtë apo kafshët
nuk kthehet më tek prindrit për mbështetje. Një forcë e tillë në këto raste jepet nga prindi derisa organizimi i ri të jetë mjaftueshëm i fortë për të përthithur dhe për të përshtatur me elementet rreth tij, për të përthithur tokën dhe dritën e diellit, ose mishin apo grurin, ushqimin e domosdoshëm për jetesën e tyre. A nuk janë rrugët tona sot të mbushura me fëmijë të rritur, të paaftë për të siguruar jetën e tyre? A nuk janë me mira ata që largohen nga shtëpitë e prindërve, pa mundësi për të përballuar jetën, të paaftë për të ushqyer, për të veshur dhe për të strehuar, edhe pse punojnë me orë të zgjatura e me paga të ulta? A nuk ja heq kjo jetë e lodhshme këtyre të rinjeve shpresën para kohe? A nuk ka më mira bi në të gjithë vendin që do të kthehen në shejtore tek prindrit e të cilëve nuk do t'i lejojnë? Ato janë të gatshëm të dalin në botë dhe t'i veprojnë shanset e tyre. Këto janë zogjt e mbrojtur në fole, krahët e të cilëve ju mohuan stërvitjen dhe humbën në një fund të gjithë fuqinë ose ambicien për të fluturuar, dhe goja e të cilëve mund të marrë vetëm thërrimet